إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Gjithhamdi falënderimet dhe lavdia plot I takon të madhit Allah Tebaraka wa Taala, atë e falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqishëm prej humbjes dhe lajthitjes. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqiplot prej cytjeve dhe djallëzive të shejtanit të mallkuar. Salat e selame pa ndavë çdari dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe lutemi për mbar muslimanët, besimtarë dhe besimtare të gjallë dhe të vdekurit ton dhe deri tek muslimani I fundit në fundin e jetës së kësaj bote. Të dashurit e mi, në këtë ditë të bekuar sot, porosia e hutbes që kemi përgatitur është një porosi shumë e rëndësishme për gjithë ne pa përjashtim. E kemi titulluar mesazhin e kësaj hutbe Mëkatari I penduar dhe mëkatari kryelart. Ka dallim mes atij gjunahçarit I cili ndin keqardhje dhe I vjen keq, e pendohet dhe bëhet pishman dhe bën taube, dhe atij gjunahçarit tjetër I cili me krye lartësi këmbgul dhe vazhdon në mëkatim. Më lejoni fillimisht ta lexoj një koment briljant të njërit prej ulemave të dinit islam, Ibn al-Qayyimit, I cili na sqaron shumë bukur edhe thjesht dallimin mes mëkatarit të penduar dhe mëkatarit kryelart. Thot Ibn al-Qayyimi rahimahullah, a mendon se njerëzit e devotshëm nuk bëjnë mëkate? Kjo është një pyetje interesante, vëllezër. Edhe neve mund t'jenë ata familjarë tonë, mund njerëz gjakut, miq, shok, dashamir, po që janë larg prej xhamis, janë larg prej abdesit, prej namazit, dhe ata duhet me përmirësu konceptin. Ata mendojnë se ai I cili falet, ai I cili ka shku në haxh, ai I cili agjeron, ai I cili është prezent në xhami, ai I cili lexon Kur'an, nuk duhet me bëj gjinaj, nuk duhet me gabu. Prandaj Ibn al-Qayyimi e fillon kështu këtë debat, thot: a mendoni se njerëzit e devotshëm nuk bëjnë mëkate? Pikpyetje. Jo, njerëzit e devotshëm dhe gjithë njerëzit bëjnë mëkate, por ata janë të fshehur. Nuk I publikojnë, nuk I bëjnë mëkatet publikisht. Kjo e para. E dyta, thot Ibn al-Qayyimi rahimahullah, ata kur bëjnë mëkate pendohen sinqerisht dhe nuk këmbgulin mëkat. Shumë e rëndësishme është edhe ky dallimi I dytë. E treta, thot Ibn al-Qayyimi rahimahullah, ata e pranojnë fajin dhe nuk e arsytojnë gjynajnë që kanë bërë më herët. Prandaj, në përfundim këtij komenti, Ibn al-Qayyimi e sjell edhe një koment njërit prej të parëve tonë të mirë. E kanë pyet një musliman të mirë, shumë devotshëm, çush I ki punë me fen? A je musliman I mirë? Apo mundesh me bëj ibadet? Apo mundesh me qenë I devotshëm? Shqeni sa bukur edhe thjesht është përgjigje. Thot, sa herë po ngriset edhe po më shkyhet Islami jem, pe harnoj me istighfar. Allah. Dhe më dhënë në njërën figurative, sikur feja është një petk, një par roba, një par tesha, një palto, një gjaket. Nëse ajo griset, nëse shkyhet,
e harnoj me istikfar, e harnoj duke kërku falje të Allahu, duke ndi keqardhje, duke u pendu, duke më ardhë turp, jo duke arsytu gjinahun, apo duke këmgull në gjinah. Të dashur të mi. Për këtë çështje kemi shumë ajete dhe hadithe. Po i përmendi 2 ajete shpejt. Në surën Ali Imran, ajetin 135, Allahu Tebaraka wa Taala thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah." Thot ata të cilët zhyten në punë të pista dhe i bëjnë padrejtësi vetes së tyre. Në një moment, dhakaru Allah, e kujtojnë Allahun. Çka thot pejgamberi alayhis salam? Të gjithë bitë Ademit janë gabimtarë. Të gjithë bitë Ademit janë gjunaqtarë. Më i miri prej gabimtarëve është ai i cili e ndin dhimbjen e mëkatit, e pastaj ajo prodhon keqardhje. Ka thënë pejgamberi, at-taubatu nadam. Kur e kanë pyet pejgamberin çka pendimi, ka thënë pendimi është me të ardhmë bare. Shumë mëkate ne, ju bashkë me mu, i bëjmë kur jemi në vetëmi, kur nuk na shes syri kamerës, kur nuk na shes syri njeriut, kur nuk na dëgjon askush. Por ne asnjëherë kur dhe askund nuk mundemi me u fsheh të madhit Allah xhallal xhelaluhu, nga se Allahu na mbikëqyr, na vëzhgon. Një prej emrave të bukur të Allahut është Ar-Raqib. Ar-Raqib, Allahu vëzhgon, Allahu mbikëqyr. Një tjetër emër i bukur i Allahut është Es-Sami'. Allahu dëgjon çdo gjë, asgjë nuk i fshehet Allahut. Një emër tjetër i bukur i Allahut është El-Alim. Allahu është i gjithdijshëm. Prandaj po i kthejmë ajetit 135. Ata të cilët zhyten në punë të pista dhe i bëjnë zullum e padrejtësi shpirtit të tyre, dhakarullah, në një moment ndizet një shkendi e imanit, bën dritë një grimcë e vogël që e madhnon të madhin Allah. Dhakarullah. Momentin kur del kjo shkendiz, fastaghfaru li dhunubihim, atëherë marrin forcën edhe e harnojnë imanin me istikfar. Fastaghfaru li dhunubihim, kërkojnë falje te Allahu, shumë istikfar për ato që i kanë bërë më herët. Çka do kofta ajo? Ajeti i dytë, thot Allahu dhul Jalal në surën Fatir 15: Ja eyyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Që një vëllazër sa i madh është ky ajet. O ju njerëz, ju gjithë jeni të varfër tek Allahu. O ju njerëz, ju keni nevojë të madhe për Zotin tuaj. Nuk e kam me ju. Ju i keni kalu këto mësimet, klasa pare, 2 e 3, mësime fillestare. Subhanallah. Për zëdit linë djeli, drita e djeli. Sa herë frymojmë, e majnim, e thithin ajrin e pastër, që 47 veshket e mia po shpresoj po punojnë mirë, e pastrojnë gjakun 24 orë, largohen toksinat helmet. 360 muskuj jonë në strukturën e njeriut, për me bone me dorë me leviz, sa muskuj levizin, për me folë, shqisa pamujt, e të dëgjuarit, e të folurit, me hec, dikujt Allah të kepë fuqin, liri, evlad, begati, la ilaha illa Allah. Po e keni pa për vlazen një grip me bo më konë, ashtu grip katil, s'mundën 2 ditë më uqu prej shtratit. La hawla wa la quwwata. Ja ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz,
jeni shumë të nevojshëm të Allahu për Allahun, jeni të varfër, jeni të pafuqishëm. Wallahu wal ghani, Allahu është i pasur absolut. El Hamid, Allahu është i falendëruar. Sa njerëz shkelin tokën e Allahut dhe e përbuzin Allahun, Allahu i lën ata në tokën e Allahut. Allahu ju jep riskin, Allahu jep evladat. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, mendje një hadith interesant. Çdo ditë detrat dhe oqeanet i thënë Allahut, ja Rabbi, a kena leje këta me anije që po lundrojnë ti gëlltitin? A dini që bizneset dhe pislëqet më të mëdha në dynja haramet bën deti, jo në tokë. Se 3 hise është deti, 1 hise o tokë, ruzulli toksor. 1/4 e ruzulli toksor o tokë. 3/4 janë det. Deti nga xhelozia. Deti që nuk mundet me duru zullumin dhe haramin që bëhet mbi det, ata që në një i lip Allahut leje, ja Rabbi, a kem leje ti gëlltitin? Allahu thot, leni robët e mi që janë të e lypë riskun. Edhe ata që e përbuzin madhin e Zotit, waliyadhu billah. Prandaj, cila o porosia? Njeriu i devotshëm nuk është i pa gabuar. Njeriu i devotshëm nuk mund që ai të mos bëjë gjunahe. Por dallimi është ky. Besimtari pendohet, ndin keqardhje. Nuk vazhdon dhe nuk këmbgul në mëkat, ndërsa mëkatari kryelart mundohet me arsitu. A dini o vllazën gjunat e mëdha. Gjunat e mëdha, a dini që mund gjunat e mëdha bën edhe më të mëdha se janë të mëdha. A dini kur? Kur një person nga padia apo Allahu na ruaj e ka vërbu epshi e kojtja, mundohet me justifiku haramin. Hoq, a s'ka kur qysh dyqysh be? Hoq, a ka dyqysh halal më bëjt? A mos ka thonë dikush ndryshe baka? A mundet që kënë ndryshe? A mundet dyqysh? A ka dyqysh një shtek me gjithë që tu? Në pedim që gjuna, adim pedim haram, po a ka mundë si një shtek dyqysh? Tash kjo nuk o gjuna mu, tash kjo është, as nuk është double gjuna, kjo është shumë gjuna i madhë, se justifikimi. Kjo është Allahu na rujt, Allahu që ka thënë në Kur'an, kush e ka të drejtën halalin me bo halal dhe haramin haram, vetëm Rabbul Alamin. Dhe kush guxon me justifiku haramin me bo halal, a'udhu billah. Prandaj vllazën, kjo mësimi jon. Dhe pa e përmbylli, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam 100 herë në ditë ka thonë estagfirullah. O Allah, kërkoj falje. Wallahi me bu me lëshu me mat me të moment, wallahi nuk dhja 120 sekonda, hade 180. Estagfirullah. Nuk është valencia kja abdes, nuk kja abdes të grave turën, të ecë, të punu. Pejgamberi alayhis salam që Allahu ja ka garantu dhe është i falur. Kanë thonë ulemaja, njeriu për çdo mëkat që bën duhet bën istighfar. Qërëni edhe me këtë për përmbylli. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu në përfundim të ditës e shtrin dorën e tij të faljes dhe thot, ku janë ata të cilët gjatë tërë ditës kanë bërë mëkate, unë t'u pranoj faljen atyre. Pastaj thot pejgamberi, në fillimin e ditës, sa të rinë dielli fillon një ditë e re, Allahu prap e vazhdon ofertën e tij hinore për amnesti, falje dhe mëshirë. E shtrin dorën e tij të faljes, thot, ku janë ata që tërë natën ka bën mëkate e unë po jo afroj faljen. Allahu akbar. A ka më madhështore se kur ka thonë pejgamberi, lillahi afrahu bi tawbatil abd. Allahu gëzohet kur robi i tij pendohet. Allahu gëzohet kur ti kthehesh te Allahu. Subhanallah, çka don motiv më të madh? Çka don ti mu motivu me pas kurajo? Me i thon shejtanit mallkum ti bashkë me mu, unë ty nuk dëgjoj. Allahu Zotin gëzohet kur unë kthen ataj, kur unë pendona, kur unë di keqardhje bën pishman. Prandaj vëllazër,
e kuptum, ky është dallimi shumë i rëndësishëm mes besimtarit mëkatar dhe mëkatarit kryelart. Besimtari është mëkatar. Edhe ai më i devotshëm i bën gjuna, po kërkon falje te Allahu, i vjen tot, nuk e arsyton mëkatin dhe nuk vazhdon dhe nuk këmbul mëkat, ndërsa mëkatari kryelart vazhdon në gjuna dhe më i keqja mundohet me arsytu dhe me justifiku mëkatimin e tij. Qofshin të falur të Allahu jon, o vëllezër. Allahu na fal dhe na mëshiroft neve, na fal dhe na mëshiroft prindrit tanë dhe gjithë dashurit tonë. Kërkoni falje për vetën dhe familjen tuaj. Allah është falë dhe mëshirues. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashurit e mi, po du vetëm në 2-3 minuta mi fal, nuk guxoj këtë ditë, sot ditë pa u ndal për një ngjarje shumë të madhe e cila do të ndodhë sonte në Tiranën tonë në ora 18. Sonte do të ndodhë një protest shumë më rëndësi në mbrojtjen e njerëzve dhe krerëve tonë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të luftës tonë të bekuar, të cilët janë duke u mbajtur pa drejtësisht. Të dashur të mi, e lusë Allahun e madh në këtë ditë madhe, në këtë ditë gjumoje, të gjithë për e lusim Allahun radhë parë të gjithë neve dhe popullin tonë, të na çliron e të na liron prej zilis e inatit, o Zot, çliron prej inatit edhe zilis, ja Rabbi, ndaj njëri tjetër. Ata që e kanë thurë gjykatën speciale, ja kanë japë një emër shumë të rëndë ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndërmarrje e përbashkët kriminale. La hawla wala quwwata illa billah. Ushtria lirimtare e Kosovës, e cila është organizuar në mënyrën më vullnetare, më fisnike, me mundësitë popullore të popullit, mënyrën më amatere, ndërmarrje e përbashkët kriminale. Prandaj të dashurit e mi, mos lejoni askush t'ju bën sehire, me propagandë, me të pavërteta, me inate, me hile, me interesat grupore, partijake qofshin ato, por mos thonë ata që janë shpirt fitur, që të hudhet gur e derdhet vëner mbi luftën tonë të bekuar, mbi ushtrinë lirimtare të Kosovës. Pasha Allahun, para 26 vjetë që kënë qëtë gjami, që kënë kemi hoqën tonë ndërun Mulla Lezbedinin, kogja të lashe, shumë pak njerëz, e kogja me siklet mu falë këtu, prej shkallë. E Allahu imam në nderaj, me lirin, me shtetin, dhratë parë Allahu imam, pastaj kontributi shumë njerëzve, ndihma e miqve tonë ndërkombëtar, po mbi gjitha ushtria lirimtare e Kosovës dhe lufta jonë e bekuar. Nuk mundet po e përmbylli, nuk mundet një njeri me mendu keq, apo Allah na rujt me fol keq për projektin më të bekumin historisë tonë moderne, vetëm se 2 njerëz, ose një njeri që është i padijshëm, e duhet me ulë me i thonë, hadet mësaj, kuptoj e të vërtetën, ose Allah na rujt një njeri i cili është shpirt shitur, e aje ka qatë detyrë me avo argatin dreqit e armikut. E lusë Allahun e madh që përfundimi i këtij procesi tjetë në favorin e shtetit tonë, prizëve tonë, luftës tonë, adresës tonë e cila na ka bë krenare dhe të bëna bëj krenare për jetë dhe motë, ato 3 shkronjat bekume UÇK. Allahu i mbroft prej kurthave dhe leksive të njerëzve që janë dashakshi e shpirtlik, e neve na vdisoft Allahu, e na liroft e na qiroft prej inateve, prej tarafeve, prej grupacioneve, prej zilis, e na dhasht mendjen e mirë,
e mendje e mirë na jep vullnetin me bë punë të mira. O Zoti ynë, në 10 mira në botën tjetër na mbroj nga zjarri i xhenemit, na fal neve prindërit tanë të mbarë mos e marrë nesër në ditën e gjykimit. Allahu e lavdron pejgamberin e praninë me laçeve dhe kërkon prej tyre dhe besimtarëve të dërgojnë salavate mbi pejgamberin alayhis salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.